Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit që ndave kohë, për kohës tonë të angazhume për një intervistë për e të i. Me shumë knatësi. Jemi në muajin e Ramazanit, edhe dëshira jonë është pak me të pyet se simbolikën e Ramazanit për jetën e muslimanit. Çfarë simbolizon Ramazani në jetën e muslimanit? Natyrisht, muaj më i bekuar në mesin e besimtarëve është muaji i Ramazanit, muaji ky që simbolizon afrimin tek Zoti, pastërtinë shpirtërore, mëshirën, faljen, njëkohësisht është një kohë shumë e veçantë dhe artë që duhet i kushtojë rëndësi besimtarit për vetë disiplinë, reflektim, si dhe afrim tek Zoti i Madhëruar nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit, nëpërmjet leximit të Kuranit, nëpërmjet bamirësisë në çdo vepër që e bën Zoti. Pavarësisht a është e vogël apo e madhe, Zoti nuk e shikon sasinë e veprës, por e shikon niyetin dhe motivin që e nxit njeriu për ta kryer një veprim të caktuar. Natyrisht tek Zoti nuk humb asgjë, sado që e vogël të jetë një vepër e mirë, tek Zoti do të gjendet dhe do ta marrë shpërblimin secili. Falenderoj. Na këtu disa lëvizje të pretendu se janë disa aktivitete. Na tregon pak cilat janë aktivitetet të cilat ju i keni të angazhuar apo të planifikuar për muajin e Ramazanit. Xhamia jonë falë Zotit është gjatë tërë vitit është në plot aktivitete, edhe të bamirësisë, edhe të edukimit, edhe të humanizmit në forma të ndryshme, jo vetëm me pak ushqimore, por duke u lehtësuar njerëzve brengat, shqetësimet, nevojat që i kanë. Ndërsa në mënyrë të veçantë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, tani më është traditë në xhamin tonë që të shtrojmë iftar gjatë tërë Ramazanit dhe tani është viti i tetë, që xhamia jonë shtron iftar që nga dita e parë deri në ditën e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Dhe kjo bëhet natyrisht falë kontributeve të besimtarëve, në mënyrë vullnetare të cilët participojnë në forma të ndryshme për të mbuluar këto nevoja. Pastaj, përveç shtrimit të iftarëve që i bëjmë gjatë tërë këtij muaji, është më theksuar edhe humaniteti apo shpërndarja pakeve ushqimore, anipse gjatë tërë vitit spaku 30 pak ushqimore kemi dhe i shpërndajmë gjatë çdo muaji. Në Ramazan vetëm se shtohet numri i tyre me një intensitet më të lartë për shkak të rritjes së kontributeve që i bëjnë besimtarët. Dhe kjo në farë forme është një përgjegjësi, është nga pak lodhje, mirë po kur bëhet për hir të Zotit dhe kur e shohim se po mrrin tek nevojtari, atëherë ndoshta më shumë përmbushemi ne se sa vetë ata që e marrin atë ndihmë, për shkak se sikur që ata kanë nevojë t'ju lehtësohet sa do pak me gjëra ushqimore, nevojat e tyre t'ju plotësohen, edhe ne kemi nevojë për të pasur shpërblim dhe për ta ushqyer humanitetin tonë, njerëzillëkun tonë dhe me çfarë Zoti na porosit. Përgjendru, ne kemi pa disa ndihma që i grumbullon ju edhe jashtë muajit Ramazanit. Pse Ramazani i veçuar me këto ndihma dhe me iftara? Natyrisht ky muaj i bekuar i dallum prej Zotit gjithësisë, çdo vepër e mirë që bëhet në Ramazan shumë fishohet shpërblimi nga Zoti i Madh për çdo bamirës, për çdo vepër mirë. Dhe kjo nxit besimtarin që të shtojë veprat e mira, nga se shpërblimi është më i madh se sa jashtë Ramazanit. Dhe është muaj, përveç se është muaj i Kuranit, është muaj i bamirësisë, i faljes, i mëshirës, dhe është muaj i garave, në farë formë me quajtur ashtu, se cili prej nesh jemi më vepër mirë. Natyrisht që çdo vepër të mirë që e bëjmë vetëm për hir të krijuesit, duke e ndarë të mirën tonë përbashkët me krijesat e tij. Me ata sidomos që kanë nevojë dhe kanë më pak se ne.